Profeti alayhis salam tha, luftëtar fitimtar është ai që fiton betejën me vetveten e tij, me nefsin e tij. Pra është ajo që thash në fillim që kemi një përballje të madhe brenda nesh. Si i tha, shkoi dikush dhe e pyeti një plak të urtë kinez. Po i bëri pyetje pak filozofike kështu. I tha, janë dy ujë. Njëri është i bardhë dhe tjetri është i zi. Dhe vazhdimisht ta janë në luftë ose në luftë, në dy luftime me njëri tjetrin. Kush mendon të i tha plaku të urtë kinez se do të jetë fitimtari? Plaku e hapi situatën. Ujku i bardhë, ujku i zi nënkuptonte, si më thënë, dëshirën e mirë të njeriut për të bërë mirë dhe dëshirën e keqe. Pra njeriu ka të dyja brenda. Si tha Zoti, wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Zoti e ka krijuar njeriu me të dyja komponentët. Pastaj është njeriu ai i cili punon me njërin më shumë me tjetrin. Erdhi që përgjigja e plakut. Tha plaku, do të fitojë tha betejën ujku që ti ushqen më shumë. Pra nëse ti ke ushqyer ujkun e bardhë që nënkuptonte pozitivitetin, të mirën, normalisht do mundi të keqen. Nëse ti ushqen ujkun e zi, pra të keqen dhe negativitet, normalisht do të fitojë. Kështu edhe brenda nesh, domethënë, Zoti na e ka dhënë të dy komponentët, ose siç thot për shembull Kur'an, ne e sollëm të vërtetën, kush të dojë të besojë, kush të dojë të mohojë. Ja kemi bërë të qartë njeriu të dyja rrugët, kush të dojë të ndjekë të vështirën, po që e çon parajs, kush të dojë të ndjekë atë që është më lehtë, po do të përfundojë në zjarr. Pra Zoti na ja ka lënë njeriu aftësinë dhe mundësinë për të anuar këtej ose këtej. Për këtë arsye profeti alayhis salam tha, dhe luftëtar fitimtar është ai i cili fiton betejën me vetveten e tij.